sërish në studio, si shta dhe pak më herë, do të kemë të ftuar ditën e sotme, zonën Afroditi Gusho, nga shoqata Ngroja këtu në Pogradec, projektkoordinatore e kësaj shoqate, dhe do të flasim sigurisht për aktivitetet kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave. Sigurisht aktivitetet e shumta të cilat janë zhvilluar përgjatë vitit 2015, aktivitetet e shumta do të ketë edhe përgjatë 2016-s, dhe sigurisht do të prekim pak nga pak të gjitha këto çështje, por mbi gjitha dhe mënyrën se si kanë ndikuar ato tek pjesa e dhunës për ta ulur disi nivelin e saj, le të themi, ndaj grave dhe ndaj vajzave. Zonja Afroditi, faleminderit që pranuat ftesën të vini në studio. Mirëmëngjes, faleminderit dhe juve për ftesën. Sot në fakt kam zgjedhur këtë ditë, është 25 janari dhe çdo 25 datë, 25 e muaj do të jetë një festë, ta quajmë, do të jetë luftë kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave, po do të jetë edhe një festë për të promovuar të gjitha arritjet kundër kësaj dhune. Data 25 do të quhet Dita Portokalli dhe ne kemi festuar shumë ditë të tilla edhe vitin e kaluar, por vitin e kaluar kemi zhvilluar dhe 16 ditë fushat kundër dhunës ndaj gruas që fillojnë nga data 25 nëntor deri në 10 dhjetor, edhe sot kam sjell dhurat një kalendar i cili pak a shumë përmban dhe aktivitetet që kemi zhvilluar realizuar. Mirë, pa u futur në brendësi më pas tek ajo pjesa tjetër, meqense më dhe kalendarin në dorë, më shpjego pak edhe pjesën e aktiviteteve që keni zhvilluar këtë që keni nxjerrë këtu. Aktivitetet ishin të shumta dhe të larmishme, pati përfshirje të shumë aktorëve, si të mekanizmit kundër dhunës ndaj grave, që është mekanizmi i referimit dhe përbëhet nga një sër institucionesh në Pogradec, siç është policia, gjykata, prokuroria, Bashkia e Pogradecit, Poliklinika Mjeku Ligjor, që në bazë të një ligji që është ligji 9669 për masa ndaj dhunës në familje, ne i themi shkurt ligji për dhunën në familje, në bazë të këtij ligji ky mekanizëm i referimit që ka në përbërje të tij drejtuesit e këtyre institucioneve, ka për detyrë të bëjë një mbështetje të koordinuar të viktimave të dhunës në familje. Gjithashtu, në aktiviteti janë ftuar shumë të rinj. Drejtoria arsimore gjithashtu është pjesë e këtij mekanizmi dhe ka sensibilizuar të gjitha shkollat, nxënësit, mësuesit, drejtuesit e saj për t'u bashkuar kësaj fushate. Kjo është një fushatë globale dhe prej 2 vitesh e ka ngjyrën portokalli. Dikur vite më parë, kur bënin fushatat kundër dhunës ndaj grave, ngjyra kryesore ka qenë lejlaja, por ka qenë pak e trishtuar. Them që kanë bërë shumë mirë që kanë ndryshuar. Kjo është nismë e Kombeve të Bashkuara, duhet ta themi për të gjithë, megjithëse kanë shumë vite që e dëgjojnë të flitet për këtë fushat, edhe mendojnë që ngjyra portokalli është një ngjyrë shprese. Do me thënë, neve tani festojmë për arritjet, për barazinë gjinore, për luftën që është bërë kundër dhunës ndaj grave, për një përparim të shoqërisë. Do me thënë, është shumë e gëzueshme dhe unë të thash që sot nuk do flasim për trishtimin që sjell kjo temë, po për atë kënaqësinë. Kënaqësinë që sjell. Duhet që se ju e cilësoni si luftë. Vërtet është një luftë në këtë rast. A është arritur, paktën nuk po flas për gjatë këtyre viteve, po paktën për gjatë 2015-s. Është arritur që kjo luftë të fitojë disa, le të themi, beteja, le të themi disa në fakt. Ja, shoqata Ngroja ka më shumë se 10 vjet që punon dhe lufton për barazinë gjinore, për fuqizimin e gruas dhe për luftën ndaj dhunës së grave dhe vajzave. Mendojmë që është një luftë shumë e vështirë, sepse në të gjithë botën është shumë e vështirë për shkaqet e shumta që e ushqejnë këtë dhunë, por mendoj që arritjet ne i shohim, arritjet afatgjate janë reduktimi i dhunës në familje. Kurse këto arritjet më afatshkurtra ne duam ta parandalojmë dhe t'i nxisim gratë dhe ta njohin ligjin për dhunën edhe ta përdorin atë. Mendoj që do të jetë shumë mirë nëse kjo lufta që ne bëjmë kundër dhunës ndaj grave të filloj që në mosha të vogël dhe të edukimit filloj në shkolla edhe më tej, sidomos me të rinjt. Sepse një nga gjërat që shkakton dhunën është mentaliteti i rrënjosur thellë dhe që e kemi të trashëguar. Të tjera fenomene vinë dhe i bashkohen kësaj. Varfëria,
edhe kushtet ekonomike, sociale. Papunësia, sigurisht që janë pjesë. Unë doja të thoja që një gjë shumë të rëndësishme që ne do ta kemi parasysh gjatë vitit 2016. Në qoftë se njerëzit kujtojnë, u bë një bujë shumë e madhe në 25 shtator, një ngjarje shumë e rëndësishme që ne duhet ta mbajmë mend, që ishte samiti i Kombeve të Bashkuara. Atje u përcaktua një agjende re zhvillimi botërore. Dhe kjo është agjenda për zhvillim të qëndrueshëm 2030, ka të bëjë me vitin 2030 dhe me 17 objektiva kryesore që janë vënë deri në vitin 2030 për të përmbushur nga të gjitha qeveritë që janë pjesë e Kombeve të Bashkuara. Tani atje në objektivin e 5 është theksuar që do punohet. Këto objektivat kryesore kanë të bëjnë me ekonominë, me gjendjen sociale dhe me mjedisin. Por në objektivin 5 është vënë si qëllim që deri në vitin 2030 të eliminohet dhuna kundër grave dhe vajzave, të punohet për një shoqëri me barazi gjinore dhe me një grua të fuqizuar. Mendoj që kur përpjekjet janë në këtë nivel global, do sjellin shumë rezultate edhe për reduktimin e dhunës në familje, reduktimin e dhunës ndaj grave dhe vajzave, deri në eliminimin e plot të saj. Dhe mendoj që detyra e të gjithë ne, e komunitetit, e nxënësve në shkolla, e drejtuesve të tyre, drejtuesve të institucioneve, të gjitha shoqatave të shoqërisë civile, e medias, është që të sensibilizojmë të gjithë komunitetin që ata të marrin aksione të vogla, nisma të vogla, si kjo e shoqatës Unë Gruaja, për ta bërë të gjithë popullsin të jetë sensibilizuar për këtë luftë kundër dhunës, sepse ky fenomeni i dhunës është një gjë pa të cilën ne nuk mund të arrijmë zhvillimin shoqëror, nuk mund të arrijmë prosperitetin që ndrojmë të gjithë. Ju përmendët disa institucione dhe sigurisht që në të tilla aktivitete janë përfshirë një sër aktorësh të cilët të bëjnë bashkë të gjithë aktivitetin. Ka shumë institucione të cilat janë përfshirë në këtë lloj fushate dhe të paktën a janë vërtet të vendosur për ta vazhduar këtë lloj lufte, sigurisht në bashkëpunim edhe me shoqatën tuaj. Po, ekziston një marrëveshje midis këtyre institucioneve e cila është ligjore, domethënë në bazë të këtij ligji, ato duhet të bashkëveprojnë dhe të referojnë njëri tjetër rastet e dhunës në familje. Është shumë mirë kur policia bashkëpunon me gjykatën, me prokurorinë, me mjekun ligjor, me shoqatën, me zyrën e barazisë gjinore, me Bashkinë Pogradec, dhe ato mund t'i referojnë njëri tjetrit, janë të detyruar t'i referojnë rastet e dhunës, që mbështetja e viktimës të jetë e plotë. Siç mund të themi që shkon viktima dhe denoncon në polici, dhe ata duhet ta ndihmojnë që ajo të marrë një urdhër mbrojtje dhe të shkojnë në gjykat, të japin formularin, ta ndihmojnë ta plotësojë, t'i tregojnë që në qoftë se është me shenja dhe është një grua e dhunuar fizikisht, duhet të shkojë te mjeku ligjor, të marrë raportin përkatës dhe në qoftë se ka nevojë për ndihmë psikologjike dhe social, mund të shkojë te zyra e barazisë gjinore ose tek shoqata Unë Gruaja. Ne kemi një numër që e kemi, nuk ishin këto prefikset shumë të gjata me dysha, ka qenë 2140, po tani në qoftë se i vëmë dhe numrat e tjerë, 222-140. Ka qenë një numër që ne vazhdimisht përgjigjemi dhe ju ofrojmë ndihmën. Ne kemi mundësi që gratë që janë të dhunuar, që marrin urdhër mbrojtje, mund t'i referojmë në sheltra që nuk ka në Pogradec, po ka në qytete të tjera, dhe ato janë konfidenciale, ka në mundësi ato vinë e marrin dhe këtë shërbim nga ne. Mendoj që ky koordinimi që bëjnë institucionet është detyrim ligjor, po nga njerë varet edhe nga sensibilizimi që ka vetë drejtuesi institucionit. Ata në shumicën e rasteve kanë edhe detyrat të tjera, por mendoj që në Pogradec ky mekanizëm ka funksionuar dhe ata kanë qenë shumë të ndërgjegjësuar për t'i dhënë mbështetje maksimale. Ne gjatë 2-3 viteve të fundit kemi bashkëpunuar dhe kemi diskutuar në tryeza të rrumbullakta si mund të funksionojë më mirë ligji, pse jo edhe defektet të hasura
gjatë punës së përditshme të tyre tek ligji. Duke qenë se, më falë se të ndërpreva, por duke qenë se jemi tek pjesa e institucioneve, ka shumë gratë që dhunohen, për shumë raste divorcohen pas, marrin urdhra mbrojtje. Do dalet tek pjesa e urdhrit mbrojtje sa funksionon më pas, nëse ke marrin urdhër mbrojtje. Por duke qenë se keni të përfshira institucione shtetërore, siç është edhe bashkia apo të tjera drejtori, a është mundësia që për këto gratë dhunuara që më pas mund të divorcohen, mbeten pa mundësi ekonomike për t'i punësuar diku, sepse edhe pjesa më pas e punësimit mbetet mjaft problem për zonjat që bëjnë pjesë e dhunës, pra dhunohen dhe më pas divorcohen nga burrat e tyre, kanë familje për të mbajtur sigurisht. Janë të gatshme këto institucione? Kjo është shumë e vështirë për të arritur. Është një sfidë, mendoj. Do me thënë, nëse mbështetja për viktimën është e menjëhershme dhe e koordinuar, çfarë mund të bëhet më pas është shumë e vështirë. Që tek ambienti që do t'i sigurohet një grua që merr një urdhër mbrojtje, duhet të largohet dhunuesi nga shtëpia apo të largohet kjo, nuk kemi streza, apo janë shumë të pakta në Shqipëri dhe ato janë për një kohë shumë të shkurtër. Rehabilitimi vërtet do të vinte nëpërmjet punësimit, nëpërmjet gjendjes ekonomike. Kjo për kushtet e Shqipërisë është shumë e vështirë. Unë do theksoja këtu edhe disa ditë më parë, në datën 21 janar, nëse keni dëgjuar patjetër, është të bërë në Davos, forumi i Davosit, forumi ekonomik, edhe sekretari i Kombeve të Bashkuara ka kërkuar që atje një seksion i veçantë ishte për fuqizimin ekonomik të gruas. Mendoj që mbështetja që ne ju japim grave të dhunuara patjetër duhet vi me të pasohet edhe kur ato mund të divorcojnë, po edhe në qoftë se nuk divorcojnë mund të vi me mbështetjen ekonomike që do t'ju bëhet atyre. Është vërtet një sfidë. Sa i përket urdhrit mbrojtjes, ka urdhra mbrojtje që pak a shumë janë të shumë besoj që i jepen, sepse në fakt niveli i dhunës është rritur, duhet të thënë. Për te faktit ne nivelin e dhunës po, në fakt nuk e matin dot asnjëherë gjithmonë edhe kur shkruajmë këto projektet tona, edhe kur mundohemi të shpjegojmë se si është gjendja, është vështirë ta matësh vërtet realisht nivelin e dhunës, sepse ne matim atë dhunë që denoncohet dhe sensibilizimi blen edhe për ta parandaluar, edhe për ta denoncuar dhunën, edhe për të përdorur fuqinë që t'i jep ligji, edhe mbrojtjen që ju jep ligji këtyre grave të dhunuara. Megjithatë, gjatë 2 viteve të fundit, shoqata në bashkëpunim edhe me një rrjet të organizatave që quhet AVEN, rrjeti për fuqizimin e gruas, vepron në 8-9 qytete të Shqipërisë, kryesisht jashtë Tiranës. Ne kemi ndërmarrë një studim për të monitoruar urdhrat e mbrojtjes që jep gjykata. Dhe po flas tani për Pogradecin. Gjatë vitit 2014 dhe gjysmës të vitit 2015, rreth 118 urdhra mbrojtje janë dhënë. Tani, duke monitoruar këto urdhra të mbrojtjes, përsëri do dal atje te profili i viktimës, kush denoncon. Janë gra të varfra dhe janë kryesisht gra nga zonat rurale. Kjo është një tregues që ne punën tonë duhet ta shtrim tani edhe në fshat, edhe duke qenë se tani bashkia e Pogradecit është një njësi e madhe me njësitë administrative, se më parë ka qenë pak e vështirë, edhe mekanizmi nuk ka qenë i shtrirë në këto komuna. Mendoj që bashkia e cila është institucioni që e kryeson mekanizmin sipas ligjit, bashkë me shoqërinë civile dhe me aktorë të tjerë, me patjetër duhet që në punën e tyre të përfshin edhe njësitë e reja administrative. A ka ndodhur, unë kam shtyr që ka raste kur pavarësisht se kanë marrë një urdhër mbrojtje sërish gratë janë dhunuar? Po, patjetër, ka raste, po ka raste që dhunuesit kanë shkuar në burg. Po, sigurisht, ka shumë arrestime që nga vinë policia. Unë mendoj, ne punojmë në këtë fushat edhe me djemë dhe burat, edhe ideja është që ata t'i kemi aleat, dhe ata të përfshien në luftën kundër dhunës ndaj grave, të sensibilizohen, po pse jo t'i njohin dhe pasojat e ligjit, sepse duke njohur pasojat e ligjit, ka veprim parandalues, në qoftë se ata e din që do të ndështërkohen deri edhe me burg, është një masë parandaluese, absolutisht nuk mendojmë që burgu i zgjidh problemet, sjell probleme të tjera, bile ka raste që vetë gratë nuk e din kur denoncojnë që pasoja do jetë në qoftë se dhuna është ekstreme dhe fizike,
ajo dhe në qoftë se kanë provat e duhura, do shkoj bashkëshorti, do shkoj në burg. Ka shumë raste që të rriqen gratë më pas. Po të rriqen, në fakt, të rriqen dhe institucione që duhet ta ndikin deri në fund, që nuk është e drejtë. Po në momentin që të rriqet gruaja, si pa ditëse, detyrimisht edhe institucionet. Në momentin që gruaja të rriqet, prokuroria vazhdon çështjen. Po në këto raste. Dhe arsyet mund të sa e vështirë është të punosh me burrat, duke qenë se ju thatë që keni marrë dhe burrat si aleat, por pak në Shqipërinë e dim që burrat kanë atë egon e vet që ka ekzistuar pjesa e burrërisë që unë jam i pari i shtëpisë, unë vendos, unë jap mendimin, gruaja është thjesht mbështetëse asaj që thëm unë. Sa e vështirë është të punosh me këto 2 vite është vënë shumë theksi bashkëpunimit me burrat dhe gratë, domethënë tani asnjë nuk thuhet më që barazia gjinore është çështje grave. Kjo ka ikur. Barazia e gjinore është çështje e shoqërisë, e përparimit, e fuqizimit të gjithë shoqërisë. Kështu që është shumë e thjeshtë tani të flasësh, sidomos me të rinjt. Të rinjt janë në pararoj në këtë luftë që po bëjmë kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave, dhe shumë burra janë bashkuar. Dhe mendoj që ata janë ndihmë vërtet që ne të flasim për dhunën ndaj grave dhe vajzave, sepse ata, në qoftë se ata e pranojnë që kjo është e gabuar, do ta kemi shumë më të lehtë luftën tonë dhe me burrat e tjerë që mund të jenë dhunues. Mendoj që ka një frymë shumë të mirë në Pogradec, të paktën në zonat ku kemi punuar, dhe janë shumë burra. Unë do t'ju përmendja, megjithëse keni bërë një emision këtu, fushatën He4She, është një platformë që është në internet, he4she.org, edhe atje burrat që duan të angazhohen për të mbrojtur barazin gjinore, për të luftuar për barazin gjinore, mund të hyjnë të nënshkruajnë me emrin e tyre, me adresën e emailit, dhe t'i bashkojnë, dhe atje është, ndoshta një ditë tjetër mund të flasim për këtë platformë, mund të shohësh vendet e të gjithë botës, sa burra dhe të rinj dim janë bashkuar fushatës kundër dhunës ndaj grave. Të bashkohesh fushatës është tjetër gjë, ta zbatosh më pas? Ne mendojmë që ata që i bashkohen fushatës, mendoj që nuk janë pjesë e burrave dhe dimëve dhunues. Ata mendojnë që do luftojnë për të tjerët. Pjesa më e madhe e të rinjve që janë bashkuar mund t'i dëgjosh, të flasin, të diskutojnë, e dënojnë në dhunën. Mendoj që po vjen një brez i ri, shumë i mirë, shumë më i formuar. Juve mund të shihni dhe në fotot e kalendarit. Ata nuk janë vetëm ndihmës në fushatën tonë, edhe vullnetar. Ata janë tani protagonist. Ata krijojnë ide të reja, bëjnë në shkollën Portokalli, kanë shkuar në shumë institucione, kanë shkuar edhe në tregun e qytetit, në biznese, dhe janë munduar të shpërndajnë material dhe të... Diqo, është e thjesht, mjafton të duash dhe t'i bashkohesh kësaj fushate dhe të ndërmash aksionet vogla për ta çuar pak më tej këtë përparim. Okej, ka shumë burra të cilët mund t'i bashkohen. Të rinj sot sigurisht janë më të shkolluar, janë më të arsimuar dhe më të gatshëm për ta luftuar dhunën. Edhe ata burra që kanë përshtypjen që janë bashkuar kundër kësaj fushatës janë ata njerëz të arsimuar, të cilët sigurisht e respektojnë dhe i dinë të drejtat e tyre dhe të grave të tyre. Më e vështira kanë përshtypjen është pjesa me ata të cilët janë të paarsimuar. Pra, fshati është le të themi 80% atyre që jetojnë në fshat, burrave sot vjetër që mund të jenë dhunues janë të paarsimuar. Sa e vështirë është punosh me këta lloj njerëzish, sepse ai, okay, mund të bëj një takim, thotë po mirë, do e ra gruan, nes mund ta bëj sërish atë gjë. Në fakt kemi disa vite që punojmë në fshat, kemi pasur kryesisht mësues dhe mësuese që na kanë ndihmuar. Mendoj që ata janë në kontakt edhe me të rinjt edhe me banorët e fshatit, dhe ne kemi pasur persona kontakti që vazhdimisht bënin takime me gratë, por më tej kanë bërë takime edhe në këto ish komunat, që ju themi ne tani njësitë e re administrative, dhe ndoshta në atë botimin e shoqatës së ngruaj që kemi bërë pasi bëm 10 vjet, ka shumë histori të suksesshme se si ato ja kanë dalë që në këto 10 vitet e fundit të ndryshojnë disi mentalitetin në këto zona. Përsëri unë them që çështja e dhunës është komplekse, kur ne diskutojmë nuk është vetëm varfëria apo arsimimi ajo që shkakton dhunën. Kemi raste të dhunës edhe në familje,
me të ardhura të mira ekonomike edhe me një arsimim të konsiderueshëm dhe dhuna është komplekse. Por ne duam që t'i ndihmojmë të gjithë ata që mund të kenë hyrë në këtë ciklin e dhunës për të dalë. Ka filluar edhe në Tiranë dhe në Shkodër, në shoqata që ne bashkëpunojmë dhe janë partnere, të punojnë me djemtë dhe burrat dhunues. T'ju japin mbështetje ashtu siç ne mbështesim gratë e dhunuara që vinë në qendrën tonë dhe kërkojnë mbështetje emocionale dhe psikologjike, kështu po punohet dhe me burrat dhe me djemt. Dhe në botë ka dhe disa vite, ka goxha vite që punohet dhe në këtë drejtim. Se burrat dolet si më të këqij në këtë rast. Po jo, nuk mendoj që është vetëm varfëria dhe ato. Doa të theksoj se zakonisht bëjmë shaka me këtë temën që kur dhunojnë gratë, edhe dua të them që ligji i parashikon të gjitha, parashikon masa ndaj dhunës në familje, në marrëdhëniet familjare. Dhe këtu përfshihet edhe në qoftë se dhuna ushtrohet nga gra apo nga të tjerë antar që bashkëjetojnë, dhe sidomos është dhe dhuna ndaj fëmijëve që është një kapitull më vete që mund të flasim. Po, sigurisht, ajo ekziston dhe është por shumë. Ligji i përfshin të gjitha dhe të gjithë janë të mbrojtur. Dhe kjo është dhe barazia gjinore, që ne të bëjmë ligje që të përshkruajnë. Çfarë do të kemi për 2016-ën? Ka pasur shumë aktivitete 2015, por kam përshtypjen që 2016 do të vijë dhe më fuqishëm apo jo? 2015 ishte që kjo fushata 16 ditë ishte e gjitha, çdo ditë ishte e mbushur me aktivitete dhe kjo ndodhi në Shqipëri, po ty është në internet do të shikosh që organizata në të gjithë Shqipërinë, sigurisht edhe në të gjithë botën, kanë ndërmarrë nisma, kanë bërë portokalli, godina, janë veshur, kanë bërë fasadat, siç ndodhi dhe në Pogradec, dhe gjatë vitit 2016 e theksova dhe në fillim, prandaj e lidha dhe me këto objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm. Çdo datë 25 e muaj do të jetë ditë portokalli, do jetë një festë, po themi, portokalli, për të kujtuar të gjithëve të bashkohen me ne në këto përpjekje për të eliminuar dhunën ndaj grave dhe vajzave, dhe fokusi do të jetë në këto objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm, që kanë të bëjnë me varfërinë, me fuqizimin ekonomik, me mbrojtjen e mjedisit dhe me shumë aspekte të tjera. Sigurisht që takimet do të jenë pjesë të vazhdueshme, nuk do ketë vetëm datë 25 aktivitete. Jo, ne tani pasi bëm dhe këtë kalendarin, ne kemi dëshirë të shpërndajmë në zonat rurale dhe atje kemi punuar gjatë fushatës, në shumë fshat, në Proptish, në fshatrat më të thella, në Trebinje, në shumë vende, dhe kanë punuar mësuesit, kanë punuar nxënësit, ne duam të shkojmë përsëri, të ndajmë materiale sensibilizuese, t'ju kërkojmë. Më e bukura e të gjithë kësaj fushate ka qenë që nuk është se i kemi ideuar të gjitha në këto aktivitete. Kanë ideuar shumë njerëzit, kanë ideuar të rinjt, na i kanë lehtësuar si të thuash punën dhe ky është qëllimi. Kanë ideuar aktivitete që ndoshta ne po të rinim gjithë stafi organizatës do t'i kishim ideuar aq bukur, dhe besoj që do vazhdoj. Ne duam pjesë e fushatës është edhe data 8 mars, që është një datë ndërkombëtare për gruan, dhe zakonisht ka qenë midis dilemave festa apo protest, po ne mendojmë që t'jetë një javë e gruas nga dashuria e ne. Në Shqipëri festojnë. Në Shqipëri festojnë, po mirë bëjnë dhe që festojnë, se ne jemi pro festave, që të festojnë për arritjet tona. Dhe mendojmë që në atë një javë jemi duke ideuar e duke kërkuar dhe ndihmën e bashkëpunëtorëve tanë, t'jetë një javë që ne të promovojmë arritjet e gruas, po pse arritjet e gjithë shoqërisë. Zonja Gusho, faleminderit që ishe në studio sot dhe folët me mua për çështje të tilla të cilat sigurisht janë mjaft delikate. Faleminderit. Mirë miq, ishim me zonjën Afroditi Gusho, folëm për problemet dhe sigurisht ato pjesën e dhunës ndaj gruas, e cila në fakt është vërtet e pranishme dhe në shumë raste e fshehur, sepse ka shumë gra të cilat nuk e denoncojnë. Shpresojmë që emisione të tilla, shpresojmë që çdo datë 25 kemi ne përfaqësues për tema të tilla, meqense çdo datë 25 do të jetë ditë feste për ditën portokalli.
Shpresojmë që emisioni i tillë të ndikojë tek të gjitha ato zonat të cilat janë të dhunuara dhe e fshehin, dhe pse jo ta bëjmë publike, ta denoncojnë dhe sigurisht marrin vendimin e nevojshëm, sepse vërtet është pamundur të jetosh në hijen e dhunës, të paktën në vitet që jemi.